Sa ditë kalojnë, e ne shpesh herë jemi të pakujdesshëm ndaj jetimve, ndaj të varfërve, ndaj fjalëve që i themi, i lëndojmë njerëzit edhe nuk lodhemi për atë punë bile. E lëshon fjalën dikush nuk lodhet për atë punë. Dikon e kalon pa gjumë nuk lodhet, por kjo regjistrohet te Allahu i madhruar. Merr edhe shiqoje veten, mashallah, në gjendje të mirë shëndetësore, në gjendje të mirë ekonomike, në gjendje të mirë psiqike, në gjendje të mirë familjare, edhe prap gjon ankesa, prap arsyetohemi, prap themi se kjo mungon e kjo, pse i bo këto gjona pa nevojë? Njerëzit gëzohen pse po ndrohen vitet, pse po ndrohet viti edhe shpenzojnë pafund, amo nuk e dinë se po i afrohen vdekjes, nuk e kuptojnë se po i afrohemi asaj që s'u kthehemi më, nuk e dinë se obligimet që i kemi lënë s'ka më na i kryj kush, na kemu përballë me to. Allahun e madhruar e falenderojmë. Përshëndetje më të mira, më të bukura në këtë ditë bekuar të bukur janë për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Sa shpejt po kalojnë ditët të dashur të nderuar vëllezër, dhe sa shpejt po i afrohemi vdekjes, sa shpejt po ecin të ditë dhe sa të pakujdesshëm jemi shpesh herë ndaj emaneteve tona që i kemi në jetën tonë të përditshme, dhe ky emanet dhe për këtë emanet natyrisht se do t'japim llogari për Allahut të madhruar. Dhe Allahu fuqiplot në Kur'an thot: "O tilkel ayyamu nudawiluha bayna an-nas." E këto ditë ne ua kemi lanë në shfrytëzim njerëzve, të i shfrytëzoj njerëzit, të i përdorin ato, që të kenë mundësi të afrohen të Allahu i madhruar, e sa të pakujdesshëm jemi në shfrytëzimin e këtyre ditëve, e sa pak mundësi do të kemi për të arsyetuar para Allahut të madhruar nesër, kur do të dalim para tij për dhënë llogari, e sa dëshirat do të i kemi për të realizuar momentet kur do të i afrohemi momenteve të vdekjes për ta lënë këtë botë. E sa njeri, e sa besimtari do të ketë dëshirë për të realizuar plana ditë për të afruar tek Allahu, po ka mbaruar çdo gjë. Sa shpejt kalojnë ditë, e ndrohen vitet, e ne në vend që të bëjmë vetë llogari me punë dhe angazhimet që i kemi bo, ne gëzohemi që përna shkon edhe një vit. Por a kemi bo llogari me punët edhe me veprat tona? Sa herë i kemi realizu këto në raport me vetveten? Sa kemi qenë sinqert me vetveten? Sa herë kemi kryer obligimet që kërkohen prej neve? Dhe sa herë ka mungu gjonat që odesht me u praktiku prej neve? Nuk do të mund të jemi nesër të arsyetohemi para Allahut për shumë arsye nesër. Qërë ky ftofti sodit i këtyre ditëve. Ti edhe unë e kemi nxet në shtëpi. Po sa e kanë ftoft, edhe e kanë fal namazin e sabahut edhe në ftoft. E se kanë lënë namazin e sabahut. E si kanë lënë namazet tjera pa i fal. Po i shini lajmet dhe po i shini në rrjetet sociale dhe videot cilat vinë prej Gazës atje, që me gjithë atë gjendjet vështirë që e kanë, prap nuk e ndërprejnë lidhjen me Allahun edhe prap janë falëndërues ndaj Allahut të madhruar. E sa do të me marrë mësim për këtyre njerëzve, e sa do të pendohemi nesër ne kur nuk kemë arsye para Allahut fare, e çdo arsye jon do të gjuhet poshtë. Jam lodh pranë dhe s'ko mujt më çu me fal sabahun, jam lodh sot edhe s'ko mujt me fal drekën, jam lodh dhe s'po mujt sot me fal namazin e fali nesër. Sa herë e presim Ramazanin për plot mallëngjim. Mirë po i harrojmë ditë në cilat ne po jetojmë, i harrojmë këto ditë. I harrojmë obligimet që i kemi këto ditë. E harrojmë mirësjelljen tonë me njerëz, e harrojmë raportet tona me njerëzit, e harrojmë raportet tona me Allahun e madhruar. E mallëngjehemi për Ramazan, shumë mirë është kjo, por ditë po kalojnë e ne nuk e dimë sa a do të jemi prej atyre që Allahu do të na mundson me u taku edhe me qenë prej agjëruesve. Sa do të jemi ne prej atyre? Po para se me ardha atëherë, para se me ardha ajo kohë, apo i kryejmë obligimet e tashme që i kemi, apo larguam prej gjunave të cilat po na në çdo çast po përballemi me to. Apo ruhemi. Kjo është ajo që ne duhet të pas parasysh, edhe me kon shumë të kujdesshëm në kalimin e këtyre ditëve edhe ndrrimin e viteve. Njerëzit gëzohen pse po ndrohen vitet,
pse po ndrohet viti edhe shpenzojnë pa fund, amo nuk e din se po jafrojnë vdekjes, nuk e kuptojnë se po jafrohemi asaj që sun kthehemi ma, nuk e din se obligimet që i kemi lonë, s'ka më na i krykush, na kemu përballë me to. Sa e sa njeri e ka fillu 2025-ën, në këso forme, duke shpenzu pa fund, një natë është kjo, s'ka dert. Mirë po, nuk është mesin tonë sot. Së është mesin tonë? Pse së është mesin tonë? Pse këtu e në caktimet Allahut, nuk janë tonat. Nuk jemi na ata që i caktojmë. Prandaj, ne duhet ndalim tash, para se t'jetë vonë o vllazni. Duhet ndalemi dhe të i shfrytëzojmë këto ditë. Dhe po, edhe t'i thomë edhe fëmijës tonë, t'i thomë edhe familjarit tonë, se jo që tu më duhet me t'a prish, se nuk bën që kja, se hidhrojmë Allahun. Ndoshta Allahun na i disë na i mërë të mirat, po kur t'na i mërë të mirat atëherë privohemi shumë pafundësisht. Po ndoshta në dynjo krejt na lën të mira, po krejt o të mira me qenë argument kundër neve, nesër kur do dalim para Allahut për dhënë llogari. E sa i mëshirshëm është Allahu, e sa të pakujdesshëm jemi na ndaj madhërisë së tij. E sa kemi nevojë ne me njoft madhërinë e tina. Merë dhe shiqoje vetën, mashallah, në gjendje të mirë shëndetësore, në gjendje të mirë ekonomike, në gjendje të mirë psiqike, në gjendje të mirë familjare, edhe prap gjon ankesa, prap arsituemi, prap themi se kjo mungone, kjo, pse i bo këto gjona pa nevoj? Pse i bojmë to pa nevojna? Sepse, kur nuk knaqemi me atë që na ka dhonë Zoti, çdo herë kemi me kon ankues, çdo herë kemi u anku. Sepse paknasia i leven shejtanit. I leven shejtanit edhe ai pastaj ti shti vezveset. Pse edhe ti se ki që to e filoni e ka? Pse edhe ti se ki që to? Po nuk o që ashtu. Sepse këto e në urësit Allahut. Por shfrytëzimi i këtyre ditëve në formën më të mirë, që që kanë shfrytëzu sahabet, që që kanë shfrytëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam, që që kanë shfrytëzu njerëz e mirë, që që kanë kuptu këtë botë njerëz e mirë, kjo është ajo për cilën ne duhet t'jemi shumë të kujdesshëm. Vjen vdekja dhe çka? Njerëzit, dikush thot, po shkojnë burrim se vdek filani. Dikush mërzitet pak, thot, kom pas shok të mirë. Familjarët mërziten do ditë, do muj, do vite, 2-3 vite edhe pastaj i kthehen prap jetës normale se du të mju kthy. Normalitetit të jetës du të mju kthy se s'ka rrugë dalje tjetër, apo? Mirë po çka? Çdo kush do të përballet pastaj me punët edhe me veprat, edhe me atë çka ka bën në dynjë, do të përballet në varr fillimisht. Kur të tjerët nuk kanë kohë me u marrë ma, sepse i kanë kap gajlet, i kanë kap dertet, i kanë kap telashet e jetës, për dikon martesa e fëmijëve, dikon kriza ekonomike, dikon shëndeti, thjesht problemet ndryshme të jetës saj bote. Po para se të vim aty, me kuptu se këtu kam me nëndodh e me i shfryzu këto ditë, o vllazni. Edhe mos me hidhru Allahun, mos me hidhru Zotin. Jo, në qofë se dikush tjetër hidhron Allahun, jo për edhe ti që ja qëtë kryt në sejtë dhe Allahut, me rujt për vetën, sepse jënë ditë shajta, jënë ditë për cilat nesër kemi u mërzit, ose kemi me undi të lumtur, kemi me undi krenar, me ato që ka kemi bon këtë dunja. E sa Allahu ja pasuri njerëzve, e ndoshta me to do të ndëshkohen, e sa Allahu ju pasuri njerëzve, me to do të krenohen ditën e gjykimit, e sa Allahu i ka privu njerëzit ndoshta pe i pasuris, e për ata ka qenë urtësie madhe, që Allahu s'ju ka dhonë pasuri, sepse njerëzit i shifni, kur i ka pasuria, e harrojnë edhe Zotin shpesh herë. E harrojnë Allahun, o vllazni, ato që po jep ditën atë, e harrojnë Allahun. Prandaj me falendru Allahun, njerëzit janë të tillë, sepse shejtani në vazhdimsi nuk nalet. E ti që e falendron Allahun për mirësit, edhe që je falendrues ndaj krijuesit gjithësisë dhe i shfrytëzon këto ditë
cilat nuk kthehen mas. Nuk kthehen mas. Nuk kthehen. Nuk ka kthim mas. Kjo xhumo, çta minuta e ka dhe minuta tjera dhe nuk kthehet mas magja. Prandaj sa falendërues duhet jemi ndaj Allahut madhruar. Sa ditë kalojnë, e ne shpesh herë jemi të pakujdesshëm ndaj jetimve, ndaj të varfërve, ndaj fjalëve që i themi, i lëndojmë njerëzit edhe nuk lodhemi për atë punë bile. E lëshon fjalën dikush nuk lodhet për atë punë. Dikon e kalon pa gjumë nuk lodhet, por kjo regjistrohet te Allahu i madhruar. Prandaj vetë llogaritja edhe kujdesi ndaj vetvetes në raport me vetveten, me njerëzit e me Allahun në veçanti, kjo është obligim i besimtarit që ne duhet të jemi shumë syçelt, pavarësisht ç'a bojnë të tjerët, ti ndërto lidhjen me Allahun. Mos e zemro Zotin fuqiplot, mos e idhno Allahun. Kallëzoj për vetes edhe fëmijës tonë që pavarësisht këtyre ditëve do të vinë ditë tjera hala më të mira. Viti i ri po kallëzoj fëmijës tonë edhe vetes që do të na vinë ditë më të mira. Pasha Allahun do të na vinë ditë më të lumtura. Për ato i cili beson Allahun në ditën e gjykimit, edhe është i kujdesshëm me ato që ka bën. Prandaj vetë llogaritja të dashur vëllezër, para se të na vjen momenti dhe kujdesi ndaj ditëve që po na kalojnë, është prej zgjuarësisë së rrallë të besimtarit. Besimtari ka obligim këtë me pas parasysh. E në veçanti, o ju djemë të ri, sepse pejgamberi sa më që në tha, shfrytëzoni 5 gjona para 5 tjerave, shfrytëzoni rinin para se të plakeni. Ullu të i ri, edhe fol me ato që ka bu 70-80 vjet, edhe 65 që ka dalë në penzion, ullu edhe fol me ta. E kemi marrë disa këshillat mira, cilat kanë me të ndihmu një jetë, që me shfrytëzu jetën se jeta kalon shpejt sponalet. Allahu na uzoft, ka e mira dhe ka mbara, e na ruajt ne e familjet tona, Rabbi.